mos për ta bo. Vetëm ne e dim. Për ta bo, si nga shpenzimet, si nga problemet, si nga të gjitha. Dhe në fund fare, e qumë dhe në fund, bëm i gjo themi të bukur, maj se kishim mundësi për ta bo, sepse çdo gjë është shto ujë, shto miell, dhe bukra s'ka fund. Ja pa, po këtë gjë. S'ka fund, po Hollywoodi jo. menojnë në ato. Po këta, shikom, ai që se menon thjesht nuk e fut trunin punë fare. Ka i ves me komentu çdo gjë keq, sepse nuk ka i foto, nuk ka i emër të rregullt aty. Sepse shumë njerëz e dinë që një film varion nga 50 deri ka kost, po ka punë mbi gjitha, nuk është vetëm kosto. Po filmi për shembull 100.000 euro. Po i ke lënë 100.000 euro, po edhe unë gjysmën i kam lënë se kam lënë punët mia, e kam marrë këtu, po dhe ky ka lënë. Secili ka lënë punët e vet. Edhe tjetri ka lënë çerekun, edhe sa është bo shumë tani. Ai të fut komenton ai që s'ka 5.000 lekë gjë, komenton thotë jo s'bon, nuk bon shimi. Të janë pjesë që janë njerëz që nuk kanë me çfarë merren tjetër, janë pa vizion. Ha, shkura zgan. A ka një ven aty thot? O zgan për shëndetin vlla. Nuk na merr. Jo. Është doma vogël. 3 veta pastaj ti je i mall bu. Ti duhet të jesh tek pulto. Është doma vogël. Ose vetëm. Ja, kështu lali. Unë kam problem shumë me këtë. Jo problem, po nuk është se do të ndryshoj unë botën ose njerëzit të këshurë, po kur vjen rasti me fol, po ka herë vjen natë. Pastaj imagjino, mirë, do ta hedhësh te puntatët ti, për këtë që jemi tu fol ne, që nuk është mirë që të komentosh, po më këtë kam për të komentuar ato njëjtë. Pra ne thash se me këtë lloj njerëzish, me këtë lloj tipat nuk kanë me çfarë merren, nuk kanë punë tjetër çfarë bëjnë. Hajde Flori, pushaj. Thjesht merren me ty dhe shohin se çfarë bëti.